Vendosni gjethe dafine poshtë krevatit dhe do të mahniteni nga ajo që do t'ju ndodhë. Shumica prej nesh ka dëgjuar për syrin e keq dhe i beson atij, ndërsa disa persona të tjerë mendojnë se syri i keq nuk ekziston, por është thjesht një moment i njeriut i cili bie në depresion ose ndjen lodhje nga mënyra të ndryshme. Ju mund t'i vini çfarë do lloj emri që do ju donit, por është një gjë shumë e sigurt që ka disa momente në jetën tuaj që gjërat nuk shkojnë ashtu siç doni dhe jeni të rrethuar nga një valë e madhe energjisë negative. Dhe kur ndodh kjo gjë, ne vëmë re që nuk kemi as pak në humor ose në shumicën e kohës ndërmend na vinë vetë mendime të këqija. Por për të tashmen dhe për të ardhmen tonë dhe na duhet sikur ne nuk kemi asgjë të sigurt për jetën tona. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Energjia negative mund të ketë shumë burime të origjinës dhe është e rëndësishme t'i njihni ato për të rregulluar kështu problemet, për të marrë hapat dhe për t'i korrigjuar ato dhe për të evituar gjithashtu ndikimin e energjisë negative në përditshmërinë tuaj. Edhe pse në shumicën e rasteve kjo energji negative nuk vjen prej nesh, por vjen nga personat që kemi pranë nesh, edhe duke vlerësuar faktin që nuk i ndryshojmë këta persona, sot do ju tregojmë një mënyrë se si mund të bekoni veten jetën tuaj sipas Feng Shui, me këtë traditë të lashtë e cila mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë në lehtësimin e këtyre ndjenjave të këqija. Ndaj në këtë video do ju tregojmë një mënyrë popullore për largimin e energjisë negative nga shtëpia juaj, por më parë do ju rrëfejmë disa shenja se si të dalloni më lehtë nëse rreth jush ka prezencë të kësaj energjie negative. Ja kush janë shenjat kryesore kur rreth jush sillet një energji e madhe negative. Shenja e parë. Para të nuk rrjedhin kollaj. Faturat e papaguara fillojnë që të grumbullohen gjithashtu, edhe gjithashtu çdo gjë shkon keq. Ngecja e prosperitetit është një shenjë që tregon një rritje për bollëk, por edhe fitoni mjaft para, por gjithashtu nuk dini t'i menaxhoni ato. Shenja e dytë, ndiheni vazhdimisht të lodhur, të rraskapitur, të zhgënjyer dhe gjithashtu zhgënjeheni lehtësisht nga personat përreth jush. Ju kaloni në ulje ngritje dhe përfundoni në drama duke dëmtuar veten. Ju jeni ende të rraskapitur edhe pas një pushimi të mirë gjatë natës edhe një diete të ekuilibruar. Shenja e tretë, ndjeni të stresuar dhe të paaftë për të menaxhuar aktivitetet e përditshme, gjërat që ishin më mirë më parë. Shenja e katërt, jeni më të predispozuar ndaj infeksioneve më shumë se normalisht dhe filloni gjithashtu të sëmureni më shpesh. Shenjat e një sistemi të ulët të imunitetit të mbuluara nga stresi gjithashtu mund të lidhen edhe me energjinë negative që keni rreth jush. Shenja e pestë. Komunikimi preket, njerëzit duket se nuk janë në gjendje t'ju kuptojnë dhe ju mendoni se as nuk i kuptoni të tjerët. Shenja e gjashtë. Është e vështirë të kujdeseni për veten dhe nuk mund të gjeni asnjë moment për veten tuaj gjatë gjithë ditës. Shenja e shtatë. Modeli juaj i gjumit ndikohet gjithashtu nga ëndrat dhe maktet e çuditshme. Nënvedia juaj po përpiqet t'ju paralajmërojë se diçka nuk është në rregull në përditshmërinë tuaj. Shenja e tetë. Mendimet dhe emocionet negative duket se shfaqen sa herë që përpiqeni të qetësoheni, dhe pjesa më e keqe është se sa më shumë që përpiqeni të ndaloni, aq më të vështira bëhen situatat tuaja. Shenja e nëntë. Ju humbisni çelësat, parat, kuletën, rrobat e të tjera, dhe nuk mund t'i gjeni edhe pse në të shumtën e rasteve i keni ato përballë jush. Shenja e 10. Pamundësia për të përqendruar me mendje që ende në për të gjitha rastet, ndërsa përjetoni gjithashtu edhe ulje ngritje në mënyrën e përditshme dhe përjetoni ndjenja të mëdha zbrazëtie. Dhe tani të mësojmë se si të hiqni qafe të gjithë energji negative, si dhe të pastroni ambientin e shpirtit tuaj me këto taktika të thjeshta. Nëse ju mendoni se energjia negative është shumë e fortë dhe nuk mund të largohet, ju do të mahniteni kur të zbuloni se sa e thjesht mund të jetë ajo për t'u larguar nga ambientet tuaja. Nëse sot do të gjeni në shtëpinë tuaj gjethe të thata të dafinës, atëherë merrni disa gjethe, aq sa jetoni ju në shtëpi,
dhe kështu nëse jetoni të paktën 4 antarë të familjes, merrni 4 gjethe, nëse jetoni 3 antarë, merrni 3 gjethe dhe kështu me radhë. Dafina është një bimë e pastër dhe një bekim që është bima që na lidh me forcën shëruese të universit. Ndaj, vetëm në këtë rast, me këtë metodë të thjeshtë, ju do të vini re se si do të ndryshojë prosperiteti juaj. Sipas Feng Shui, vendosja e gjetheve dafinës poshtë shtratit ku flini, sipas antarëve të familjes që jeni, mund të jetë një mënyrë për të mbajtur larg energjinë negative nga personat që ju rrethojnë vazhdimisht. Është një taktike e cila ndiqet sipas Feng Shui dhe përdoret për të mbajtur larg energjinë negative dhe për të rikthyer drejt jush energjinë e duhur. Kjo është mundësuar si një nga teknikat më të mira sipas Feng Shui për të mbajtur larg energjinë negative dhe syrin e keq të personave përreth. Gjethet e dafinës janë krejt ndryshe nga çdo erëz ose barishte e thatë që mund të përdorni në përditshmërinë tuaj. Në çdo gatim, të gjitha erëzat dhe barishtet e tjera përdoren në kombinim deri në fund, ndërkohë që gjethet e dafinës duhet të hiqen nga ushqimi përpara se të serviren në gatim. Gjethet e dafinës janë të pashura me përbërës bimor shumë të rëndësishëm për organizmin dhe përdorimet e tyre në dietën tuaj mund të jenë të larmishme. Ndaj, shtimi i gjethteve të dafinës në shëndetin tuaj do të jenë një mundësi e çmuar kundër këtyre komplikacioneve. Gjethet e dafinës janë të pashura me përbërës të mirë bimor, me vitamina minerale plot me vlera. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim gjithashtu vlerat dhe përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga përdorimi i gjethteve të dafinës në mënyrë të rregullt në përditshmërinë tuaj. Ndaj, nëse doni që të përfitoni prej vlerave të saj, shtoheni atë pa frikë në dietën tuaj. Është një zgjedhje shumë e mirë kundër refluksit dhe problemeve të ndryshme të urthit. Gjethet e dafinës ndihmojnë me tretjen dhe shmangjen e çrregullimit të këtij sistemi. Nëse pini çaj dafine, mund të luftoni gjithashtu aciditetin e lartë të organizmit dhe të mbani larg gjithashtu shqetësimet e tij. Ndaj, nëse doni që të përfitoni prej vlerave të tij, sigurohuni ta shtoni atë si duhet. Kështu, përfitimet, ndikimet e tij të mira të organizmit do të jenë më të larmishme në përditshmërinë tuaj. Gjethet e dafinës përmbajnë gjithashtu enzima që shmangin çrregullimet e këtij sistemi. Nëse pini çaj dafine, mund të luftoni gjithashtu aciditetin e lartë në stomakun tuaj dhe të zgjidhni problemet siç lidhen edhe ato me sistemin tuaj tretës, duke i mbajtur ato sa më larg nga ju. Gjethet e dafinës mund të përmirësojnë enzimat që mundësojnë shpërbërjen e proteinave në trupin tuaj. Gjethet e dafinës janë të mira për shëndetin e zemrës. Ata që vuajnë nga problemet e zemrës dhe ankthi, mund të përdorin gjethet e dafinës në gatesat e tyre, ose mund të zjejnë 3 gram gjethe dafine në ujin e trëndafilit të përzier në 300 ml ujë. Lëngun mund ta zjeni dhe mund ta shtoni vazhdimisht në gatesat tuaja për të marrë përfitimet e saj mbreslënse. Gjethet e dafinës janë një mburojë shumë e mirë e organizmit tuaj edhe kundër problemeve të ftohjes dhe rënies së imunitetit tuaj në këto situata. Gjethet e dafinës janë efikase kundër problemeve të ftohjes dhe infeksioneve dhe simptomave të ftohtit. Në këtë rast, nëse vuani nga probleme të tilla siç mund të jenë edhe ato të frymëmarrjes, mund të zjeni 2 deri në 3 gjethe dafine në ujë. E lini të ftohen më pas për 10 minuta. Zhysni një nap në lëng dhe e mbani atë në krah orë duke u çliruar kështu nga bllokimet e sekrecioneve dhe duke ju ndihmuar që të merrni frymë më lehtë në këto situata të vështira. Çaji i gjethteve të dafinës mund të jetë një aleat i çmuar i organizmit tuaj. Ndaj përdorimet e tij në përditshmërinë tuaj, sipas ekspertëve të Healthline, është mënyra më e mirë për të ndikuar pozitivisht me vlerat e tij dhe për të evituar komplikacionet. Çaji i gjethteve të dafinës mund të jetë një nxitës shumë i mirë i gjumit tuaj. Nëse konsumohet çaji i dafinës në mbrëmje, të paktën 50 minuta përpara se të shkoni për të fjetur, do të keni një lehtësi më të mirë dhe gjithashtu do të keni më pak shqetësime që lidhen me pagjumsinë. Ndjekja e këtyre praktikave kërkon gjithashtu mbështetje nga dhe vëmendjen të një eksperti. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.